Fillojmë recetën. Sot përgatisim një ëmbëlsirë të thjeshtë të shijshme me puding. Provoje këtë recetë. Fillojmë. Së pari, në një enë hedhim 5 vezë të plota. Gjithmonë vezët i leni të qëndrojnë në temperaturë dhome. Këtu shtojmë sheqer, 10 lugë të gjellës sheqer. Shtojmë një pako sheqer vanilje. Vazhdojmë ta shirojmë mirë sheqerin edhe vezët derisa të formohet një shkumë e bardhë. Parapërsisht për 3-4 minuta do të jetë gati. Pra vezët duhet të bëhen kështu siç mund ta shikoni në video. Pasi vezët i kemi rrohur mirë, shtojmë 120 ml vaj. Pastaj vazhdojmë edhe shtojmë 160 ml qumësht ose 15 lugë të gjellës me qumësht. I shtojmë. I përzim pak me lugë edhe krejt në fund shtojmë mielin, 2 gota me miell ose dykon 200 gram miell. Gota që po e përdori është 200 ml, pra 2 gota me miell. Shtojmë një pako pluhur për pjekje, që është nga kjo 12 gramshe. Edhe i përzim mirë derisa të përzihen të gjithë përbërësit, edhe kështu brumin për ëmbëlsirën e sodit do ta kemi gati shumë shpejt. Duke e përzi, edhe e kemi gati. Në ndërkohë tepsien po i lyej me pak margarinë pra në të gjitha anët. Edhe këtu do ta shtojmë brumin që e kena përgatitur pra për ëmbëlsirë. Është një ëmbëlsirë e thjeshtë dhe tepër e shijshme, s'ka kush që s'ka me pëlqy. Tash e hedhim brumin në tepsi edhe do të vazhdojmë edhe tortën do ta pjekim në temperaturë 150 gradë derisa kjo të pjeket mirë, 25 deri në 30 minuta. Në furrë të paranxehur në 150 gradë. Pasi është pjek, vazhdojmë edhe mby e liejmë me pak marmeladë kumbulle. Marmeladën unë e kam përgatitur vet, edhe ju mundeni me përdor ose marmeladë të përgatitur ose të blejmë, dikon 3 deri në 4 lugë të gjellës. Edhe pastaj ëmbëlsirën do ta la që të ftofet. Po vazhdojmë me përgatit pudingun dhe në tenxhere po shtojmë 1 litër e gjysmë me qumësht. Pastaj shtojmë sheqerin, 12 lugë të gjellës me sheqer. Për recetën e sodit kam vendosur me përdor 3 puding të dredhësës nga 40 gram. Pra këtu janë pudingat që unë do t'i përdori sot, 3 pudinga nga 40 gram me shije të dredhësës. Janë tepër të mira, provone, kështu siç e kam përgatitur dhe unë. Edhe tash vetëm vazhdoj me përzim derisa të tretet mirë sheqeri edhe pudingu. Pastaj e lshojna, pra zjarin që ta ziejmë derisa të bëhet e trash, pra derisa të na zihet pudingu. Vazhdoj me përzim vazhdimisht. Pudingu veç më ka fillu të trashet, po e përzim vazhdimisht, mund ta largoni pak nga zjarri që mos ju ngjitet. Edhe kështu kur pudingu do ta kemi gati, krejt të nxehtë, do i hedhim mbi ëmbëlsirë. Vazhdojmë pudingun e nxehtë me një herë e kthejmë pra tek ëmbëlsira kështu. E pastaj do ta laj që të ftohet fillimisht në temperaturë dhome. Pastaj do e la në frigorifer derisa të ftohet tërësisht. Është një recetë tepër e shijshme, sidomos fëmijët do ta pëlqejnë shumë. Provoni edhe ju recetën. Pasi që të ftohet mirë, pastaj do e shikojmë si është bërë.
E po tash vazhdojmë dhe ndajmë ëmbëlsirën në kuleç ose në pjesë më të vogla, duke e ndarë me majën e thikës kështu, pra që mos t'i humbet forma, edhe shije do të ketë shumë, edhe do të ketë për të gjithë. Provoni recetën, sepse me këta përbërës do të përgatisni ëmbëlsirën më të shishme. Vetëm shikone sa e mirë është bërë. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Mundeni sipas shijes t'i shtoni edhe pak kokos, edhe është recetë e përkryer. Shikoje, tepër e mirë, e butë, e shishme, edhe ja vlen me provu. Ju falenderoj që më ndjekni në YouTube, Instagram dhe TikTok. Vazhdoni të qëndroni me ne për më shumë receta. Mirëmbëjtje.